Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 1+1. Pas fitores në zgjedhjet lokale, koalicioni Vlen zyrtarisht po fillon garën më të rëndësishme të tij. Shndrimin nga koalicion në një subjekt të vetëm politik dhe zgjedhjen e liderit të parë. Dy emra janë në fokus të kësaj gare. Kryetari i Lëvizjes Demokratike Izet Megjiti dhe kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami. Njëri prej tyre do ta marrë drejtimin e Vlenit në një moment vendimtar për të ardhmen e përfaqësimit politik shqiptar në vend dhe ekzekutiv. Por pyetja kryesore mbetet kush meriton vërtet të jetë i pari i Vlenit, cilat janë kriteret dhe procedurat që do të përcaktojnë liderin e ri. A ekziston një mekanizëm i qartë statutar apo gjithçka do të vendoset hat kokë? Çfarë mendojnë liderat e 4 subjekteve brenda koalicionit dhe kush është figura më me shumë peshë, të themi dhe kapacitet për t'i mbajtur të unifikuara dhe të fuqishme të gjitha partitë në një ombrell të vetme politike? Të nderuar shikues, ky është aktualiteti i kësaj jave që un kam përzgjedhur sonte për juve. Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të rrallësishme sonte i kërkojmë nga kryetari i Lëvizjes Demokratike Izet Megjiti. Mirëmbrëma, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranot ftesën në këto momenti, themi zotri Izet Megjitit. Mirëmbrëma, mirë se gjë. Mirë se erdhët edhe një herë. Vlen fillon garën për liderin e parë. Dy emra të fuqishëm, një karike udhëheqëse. Bilal Kasami apo Izet Megjiti, kush e meriton vërtet drejtimin e Vlenit? Ja, kjo nuk është prioritet i Vlenit. Vleni ka dëshmuar, domethënë, edhe me këtë formacion, sepse të shqiptarët janë mësuar kryesisht deri tash me bayraktarizëm, edhe Vleni po e thën këtë paragjykim që nuk është më rëndësi individi, po është më rëndësi ideja, është më rëndësi platforma, dhe kjo ka bërë, domethënë që me sukses po i përballon sfidat, dhe Vleni ka dalë fitues edhe pa pas një njeri të parë. E dyta, ne tash nuk jemi në garë, pra nuk është në prioritet është zgjedhjet në Gostivar dhe Vrapçisht, ku duhet të rikthehemi fuqishëm dhe edhe Gostivari Vrapçishti të bashkohen me fitimtarët, të bashkohen me fitoren dhe me njerëzit të cilët duhen të punojnë për qytetarët e Gostivarit dhe të Vrapçishtit dhe jo të shndrohen në terrene eksperimentale politike për opozitën shqiptare. Ndërsa brenda Vlenit po diskutohet edhe për çështjet ideologjike, do të thonë po profilohet dalgadal si qendër e djathtë për një platformë të re politike dhe po ashtu edhe për formatin apo udhëhecinë e Vlenit, për cilën, pra nuk kemi përcaktuar domethënë se cila do jetë forma. Ka ide të ndryshme, të cilët janë inkluzive, të cilët janë gjithëpërfshirëse, ka një ide domethënë me rotacion që çdo vit të ketë të udhëheqë Vlenin një lider, që ka modelet këtilla. Ka një model tjetër domethënë të bashkëkryetarëve apo dy kryetarëve, edhe tjerët të janë sekretar, nënkryetar e kështu me radhë. Sa i përket kritereve? Cilat kritere kryesore Vlen do t'i përdor për ta zgjedhur liderin e parë? Ne nuk është më e rëndësishmja çështja e liderit. Më e rëndësishmja është çështja ideologjike, programi, ndërsa edhe formati i udhëheqësisë së Vlenit. Çfarë organe, çfarë kompetenca ketë, normal që edhe të çështja e liderit apo liderëve, varësisht për cilit model do zgjidhet, do përcaktohen bazë kritereve. Opinioni dëshiron të dihet cili prej ju të dyve mund t'i mbajtë bashkëore të gjitha subjektet politike për mandatit të parë? Unë mendoj që elaborova që nuk është domosdoshmërisht ne dy. Do të thonë mund të ketë model me rotacion ku çdo lider do të udhëheq nga një vjet. Pra është herët pak për të ardhur deri te ky dimension se cili do udhëheq. Cili është mendimi i 4 liderëve të tjera në brenda koalicionit për këtë garë, të themi, kur do që të mbahet? Nuk është gara kryesore kjo. Pra gara kryesore është Gostivari Vrapçishti, platforma, ideologjia, pikat ku do përqendrohet Vleni në të ardhmen dhe në kuadër të kësaj është edhe formati si do duket udhëheqësia e Vlenit. Sigurisht se atëherë kur do të zgjidhni, sigurisht do të jetë transparente për antarësinë e Vlenit. Patjetër. Vlen dhe vëmëron në aksion për Badinterin, cilat deputet aktualisht po negocion me pushtetin? Jo, në këto vjen që deri tash pra ishte betejë, edhe pse ishin zgjedhje lokale, opozita shqiptare
i dha dimenzion tjetër që është një betejë për legjitimitet, dhe tash e kanë humbur legitimitetin dhe opozita shqiptare, po AKI nëse ekziston më, se veç më sa kuptova zoti Sela ka dalë për aty, kanë mbet vetëm Ahmetja dhe Taravari, nuk janë ballafaqur me humbje, po me humbje të shpresës. Dhe kur humb shpresa, pra ndodh ajo që po ndodh, pra shpërbërja dhe largimi, domethënë nga ai tabor, pra i humbjeve, dhe këtu ka lëvizje të shumta. Ka lëvizje domethënë nga struktura poshtë, struktura domethënë nëpër organet partijake deri tek pozitat më të larta. Mund të dim parafisisht sa është numri atyre që negocion me pushtetin? Besoj që shpejt do dalin në sipërfaqe. Zotëri Mexhiti, ju ftoj të ulemi për të diskutuar më afërsisht për gjitha këto. Urdhoni. Zotëri Mexhiti, para se të vazhdojmë të flasim për leadershipin e Vlenit, në fillim do doja t'ju pyesja se si janë pritur dhe vlerësuar brenda koalicionit Vlen emrat e propozuar për t'i plotësuar vendet e zbrazura në ekzekutiv dhe çfarë pritëshmërie keni nga ata që do të përforcojnë ekzekutivin? Pra, fillimisht kemi të bëjmë vetëm me plotësim të vendeve, pra në fakt me vendet që unë u tërhoqa pra nga ekzekutivi dhe tash jam në kryetar komune i Çajirit dhe vendin zëvendës kryeministër i parë, por edhe Ministri i Integrimeve, pra në vend të Orhan Murtazanit do jetë zoti Bekim Sali, i cili ka një përvojë të gjatë politike, është gjenerat e re, frymë e re, ka energji, ka dije, mendoj që do e bën punën shumë mirë. Dhe Ministri i Ambientit Jetësor dhe Ekologjisë do jetë zoti Muhamet Hoxha, i cili po ashtu ka një përvojë institucionale, diku në 10 vite ka qenë zëdhënës i qeverive në të kaluarën, ka përvojë edhe partijake dhe politike, dhe do jetë një impuls i ri, domethënë, për ekzekutivin e Vlenit. Zotëri Mexhiti, mund të themi se pak a shumë se u shpall gara, të themi pas zgjedhjeve lokale, në këto 4 komuna do zhvillohet, besoj se ky proces që e paralajmëruat ju mes jush dhe edhe Kasamit, po kur, si dhe në çfarë forme konkrete do zhvillohet procesi i zgjedhjes, e kam fjalën cilat kritere kryesore mbi të cilat duhet të vendoset dhe të kihet parasysh para se të zgjidhet lideri i parë ose i ardhshëm i Vlenit. Çka do të kihet parasysh? Kështu edhe një herë pra të saktësoj, nuk ka garë dhe nuk është shpall garë, është Vleni është subjekti i hapur, të cilët i debaton idetë, problemet, sfidat e radhës. Nëse të kaluarën pra kemi ditë të lexojmë votuesin shqiptar i cili ka kërkuar unifikimin, bashkimin e opozitës shqiptare, dhe ne arritëm ta bëjmë dhe momentin që u bë bashkimi i opozitës shqiptare, më nuk është opozitë, po është pozitë shqiptare. Tashmë votuesi shqiptar pra kërkon pra që Vleni të jetë një subjekt i formatum dhe ne e kemi lexuar dhe po këto sinjale kemi marrë dhe po i debatojmë pra si sfidë e radhës, mirë po për hir të vërtetës edhe kështu si jemi, pra ku Vleni është një ombrell e 6 subjekteve shqiptare. Mendoj ka arritur një fitore të thellë, ka sukses dhe pra nuk është që nuk funksionon edhe kështu. Me po ne duke pas parasysh që do vinë, domethënë, Vleni duhet përgatitur për betejë të radhës, për sfida të radhës, që ndjekin pra shtetin, proceset, regionin, mendoj që Vleni i duhet unifikimi. Dhe këtu ku jemi, pra edhe tash, ne kemi fillu unifikimin prej poshtë. Pra Komisioni Kadrovik është i përbashkët i Vlenit, pra nuk është i subjekteve veç e veç. Qendra mediale është e përbashkët, PR-i është i përbashkët. Pra ne veç kemi fillu nga poshtë lart pra për ta bërë unifikimin, bashkimin e Vlenit. Dhe këtu kur jemi pra po flasim edhe për ideologjinë, ashtu siç përmenda, dhe kryesisht pra jemi përcaktuar për qendër gjatë, sepse vlerësojmë që shumica e shqiptarëve në Maqedoni janë djathista dhe i takojnë të djathës dhe brenda Vlenit pra mbisondon ky opsion. Po ashtu po ripërpunojmë platformën politike
Ndërsa sa i përket formatit se si do duket, pra edhe aty ka ide të ndryshme, ide kreative, ide inkluzive, modele evropiane e keni parashikuar. Modele domethënë të partisë së Gjelbërt në Gjermane, modele të lëvizjes guxon në Kosovë. Më tregoni më konkretisht Zotëri Megjiti se cilat modele janë në shqyrtim dhe çfarë do të cilin ato për organizim më të fuqishëm të themi të Vlenit me një lider. Tash jemi domethënë duke shqyrtuar gjitha modelet për të zgjedhur modelin më të përshtatshëm, më të mirin për Vlenin, i cili po ashtu do jetë autentik, se nuk mund të bëjmë kopje të një modeli gjerman apo evropian drejt për drejt këtu. Mirë po shohim një model që do jetë inkluziv, gjithëpërfshirës, ku të gjithë do ndjehen të rëndësishëm, edhe besoj se në këtë debat ku çdo model pra analizohet edhe pro dhe kontra, edhe me të mirat edhe me të këqijat, mendoj se do zgjedhim modelin më të mirë. Deri në këtë moment po nuk mund të jem, nuk është gara në atë nivel, pra për që garë ndërmjet nesh se cili do jetë lidhja. Qartë. Momentalisht, nëse nuk jam gabim, në bazë të deklaratave tuaja, jeni vetëm ju edhe Kasami, keni thënë. Jo, domethënë edhe një herë elaborova se ka një model që i bën gjithë liderët me rotacion të jenë nga një vit. Ka model tjetër që është i bashkëkryetarëve që përmendat modelin e lëvizjes guxo të Kosovës, ku kanë qenë zoti Peci dhe zonja Osmani, që është një prej modeleve. Nëse do aplikoj ai model në Vlen, atëherë logjikisht që më afër jemi unë e Kasamit jemi, mirë po ajo është një prej modeleve, ne po shqyrtojmë më tepër modele. E tani disa për këtyre modeleve a e prej këtë procesin, a do të jetë bazuar në merit, në përvojë, në marrëveshje politike, a do të jetë gjitha i prekim, po nuk jemi të ngarkuar, domethënë tek individi, jemi të ngarkuar. Vleni ka filluar me sukses, Vleni po rritet, Vleni po etablohet, po stabilizohet si subjekti më i rëndësishëm i shqiptarëve dhe si ardhmja e shqiptarëve në Maqedoni, po mundohemi të japim, domethënë të ndërtojmë diçka që do jetë afatgjatë, që do i shërben domethënë shqiptarëve dhe kur s'do jenë këto lider në krye të Vlenit. Pikërisht në këtë kontekst, cili është qëndrimi i katër ose për propozimet, kërkesat e katër subjekteve tjera të Vlenit, alternativa shefetajt, vendosja, për çfarë ata më së shumti u pëlqen ose është mirë për konsolidimin në një... Jemi në fazë të debatit, tash nuk mund të nxjerrim këto konkluzione se domethënë është debat ku diçka domethënë përputhemi, diçka dallojmë, dikun kundërshtohemi, po në parim domethënë nga ky debat besoj që do del më e mira. Por pyetja kryesore për opinionin e gjerë dhe ne që përcjellim pak politikën e brendshme është se cili prej jush është figura më që mund t'i mbajtë unifikuara të gjitha liderët e koalicionit si deri tani në të ruaj kohezionin e brendshëm, sidomos në kohërët kur e përmendet e ju se AKI-ja dhe të themi këto BDI-ja vazhdimisht ju akuzojnë në këtë drejtim. Cili është figura ajo që mund t'i mbajë, flasim për mandatin e parë? Unë mendoj që është ideja, është Vleni ai që i mban. Pra edhe në këto zgjedhje dëshmojmë që nuk jemi të lidhur për pozicionet. Unë isha zonës kriminaliste, tash jam kryetar komune, dikush lëviz në pozicione tjera, pra duhet mësojmë edhe ne që subjekti është më i rëndësishëm se individi, sepse përveç tjerave duhet ta them edhe një tabu brenda nesh që jo çdo herë pra subjektet janë të lidhura me individin, sepse na ndodh pastaj prej subjekteve shumë si lëvizje popullore, si lëvizje të mëdha dhe mandej përfundojnë në eliminim të tërësishëm, duke filluar nga PPD-ja deri më tash, që nuk është karakteristik për taborin Maqedonas. Ju e keni atje një VMRO, një LSDM, që bëjnë rotacione në varësisht se kush merr vota më shumë, një herë opozit, një herë pozit. Po jo rastësisht ju pyetja se kush e ka peshën më të madhe. Po nuk ndodh ato subjekte që subjekti të lidhet vetëm me një emër, pra me një individ. Po kush ka autoritet, të themi ta formuloj pak më ndryshe, autoritet, ndikim më të madh për të negociuar edhe me partnerët qeveritar dhe me faktorin ndërkombëtar. Nuk ka përgjigje në atë, mendoj shoh që insiston, unë të flas diçka tjetër, domethënë duam të gadal të vendosim standarda dhe vlera edhe në kampusin shqiptar që jo me çdo kush partia të varet nga individi apo nga kryetari, sepse kjo në ka kushtuar vazhdimisht ne të mbesim tek themelet e një subjekti politik dhe asnjëherë për ta ndërtuar dhe mbi ndërtuar. Por prandaj Pala Maqedone kanë VMRO dhe LSDM dhe nuk varen nga individi. Edhe VMRO-ja dhe LSDM kanë pas lider që një periudhë që kanë ndryshuar, domethënë brenda kësaj periudhe 30 vjeçare, kanë pas nga 3-4 lider që edhe më tepër pra që janë ndryshuar, po subjekti ka mbetur. Dhe kjo praktikë mendoj që duhet nga dalë pa sigurt të implementohet edhe tek shqiptarët,
që më e rëndësishëm të jetë subjekti, ndërsa individët vinë e shkojnë. Se i përket vizionin e Vlenit që e përmendëm pak më parë, si e shihni Vlenin pas 3 viteve në krye me ndonjë qoftë ju, zotëri Megjiti, qoftë Kasami apo ndonjë lider tjetër në krye me një lider, dhe në këtë drejtim do doja t'ju pyes se cila është, të themi, reforma apo hapi më i rëndësishëm, i cili rëndësishëm që Vleni duhet të ndërmerr pasi që do të zgjidhet gjithmonë liderin apo strukturën apo si ta quajmë basi bëhet shëndrimi i koalicionit. Mirë të kalojmë tema tjera, mendoj se absolvojmë këtë temë. Vleni ka marrë përgjegjësi, shqiptarët e kanë votuar, u mbyll çështja e legjitimitetit. Ne jemi falënderues për këtë, por kjo është njëjtë në kohë dhe përgjegjësi dhe Vleni është i përcaktuar në premtimet dhe në programet zgjedhore që i ka dhënë qoftë në nivel qendror, në nivel lokal, për t'i përmbush ato dhe mandej për dalë para votuesit faqe bardhë pra në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Parafarsisht e përmendëm pak më herët se për shumicën parlamentare, parafarsisht për sa kohë mund të themi se mund të zgjerohet shumica parlamentare, nga kush, nga sa deputet, për të quar agjendën evropiane dhe të hapen se kemi edhe ndryshimet kushtetuese dhe kështu pak më vonë do t'ju pyes për këtë. Parafarsisht pra kjo shumicë është mjaft e madhe, domethënë për panditerin, po. Vetë është, domethënë, afër 80 deputet nga 2/3 e parlamentit, dhe sa i përket badinterit, pra nuk paraqendoj problem, sepse ka lëvizje, po edhe pa lëvizjet duhet ta kemi parasysh se në parlament një numër 8 i vogël i ligjeve kalojnë me badinter. Pra, mos them 2%, 3% brenda vitit, edhe nuk ka pas asnjë ngjese, domethënë kur ka pas ligje që duhet kalojnë me badinter, tash edhe më lehtë për shkak se disa do veç më lëvizin këndej. Si e shihni dhe analizoni pak më herët e përmendëm edhe për këtë punën e vendimit të deputetit Ilir Demirit për të vepruar si deputet i pavarur dhe largimin e ASH-s së Ziadin Selas nga AKI-ja. Çfarë do thotë kjo për momentin në kuvend? Është vlerë demokratike, ka ndodhur edhe të kaluarën, ndodh edhe tash, por jam ballafaquar domethënë me rezultate jo të pritur dhe normal këto janë procese normale që ndodhin pas zgjedhjeve, pas humbjes. Zotëri Megjiti, si do t'ja bëjmë ndryshimet kushtetuese, çfarë hapa do ndërmerrni ju për të përcaktuar ose për të përshpejtuar këtë proces përmes të cilës varet fillimi i negociatave me BE? Është e qartë që vetmi alternativë për qytetarët e Maqenisë është integrimi në Bashkimin Evropian dhe këtu sa më shpejt lëvizim, aq më mirë do jetë edhe për qeverinë edhe për qytetarët. Uroj që të ketë konstruktivitet edhe nga pala jonë edhe nga pala bullgare, sepse në fund prapë në tavolinë duhet tulen, të dialogojnë dhe të gjindë zgjidhja. Ne jemi në kontakt të përditshëm pra me faktorin ndërkombëtar, me partnerët tonë strategjik dhe Vleni është partner në këtë proces. A është e vërtetë se ajo që tha ambasadoreja e SBA-s Aguilar se qeveria veç më ka filluar një par procesi në procesi për ndryshimet kushtetuese, kohët e fundit e përmendin në një intervistë televizive? Më thonë, mbetet në prioritetet më të larta, bashkë me partnerët ndërkombëtar, po punojmë për ditë nga pak, po sigurt për ta lehtësuar këtë proces dhe për të ecë drejt asaj alternative që është e vetmja për qytetarët e Maqenisë. Çfarë qëndrimi keni edhe për gjendjen e gjyqësorit? Ju pyes për reformat dhe për deklaratat e fundit në lidhje me kryeministrin Mickovski dhe fillën e gjyqësorit, për pagat dhe për buxhetin në gjyqësor. Ne respektojmë domethënë si pushtet i autonom i pavarur gjyqësinë, normal që jemi të brengosur sepse besueshmëria në gjyqësi është shumë e ulët, historikisht është më e ulta pse ekziston ky shtet dhe po mundohemi pa e shkel autonominë e tyre, pa e shkel procedurat për të ardhur tek ndryshimet në gjyqësi dhe prokurori që më drejt për drejt më fuqishëm pra të ballafaqohen me krimin organizuar. Kemi nevojë për momentin për reforma rrënjësore në gjyqësorin edhe prokurorin? Patjetër. Zotëri Megjiti, unë kaq pyetje pata për këtë në intervistë, nëse keni diçka për të shtuar që ndoshta mendoni se nuk e kam pyetur, urdhëroni. Mendoj që është fund viti, uroj pra juve dhe qytetarëve që shëndet dhe besoj që do shihemi në vitin e ardhshëm, po do shihemi në projekte konkrete, në realizime konkrete
të cilët janë në interes të qytetarëve dhe është ajo që ne kemi premtuar dhe po punojmë për të realizuar. Faleminderit që ishit pjesë në intervista 1+1 në TVM2. Faleminderit e ju. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që përgatita sonte për juve. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim të premten e ardhshme, ndërsa ju qëndroni me programin e servisit publik.